Mirë po, ishonjët e rendit ligjit e sigurisht kanë punu 25 vjetë në veri. Dhe i kanë kry këto punë që këta po i nxjerrin në foto, pa dalë në foto. Vetëm kur ka ndodhur një rasht i madh, si rasti i Gjuricit, kur është arrestuar shtatë në Prishtinë, ose kur janë hap rrugë në mënyrë operacionale, po të gjitha operacionet tjera të ishonjët e rendit ligjit, si të Amerikë si tonët, nuk bëhen me media. E mirë, a ka pasur të thush se Amerika po i kërkon këtij farhajnit ton, po që me zbatu ligjin veri, kjo është rënë, është turp. Amerika ta ka mundsu, ta ka bo kornizën, ti ka bo situasi me bo rende ligj atje. Amerika nuk po dan që ti me bo showbiz në dom të sigurisht vendit tonë. Ky është dallimi. Se ja Amerika që ka bombardu Miloševićin, Amerika që ka bombardu Serbinë, Amerika që alasot e kësaj dite ja ka zovenë Serbisë, mos vetë ngushti. Po doj ka që na me bo rende ligj veri. Aja, e në veti mëre. Kjo është sani ma budall që mu e thot dikush. E kur po thoni showbiz, po thoni për show-upin, për marketingun. Shkojnë, ta i keni pasi, shkojnë e bojnë foto, video, e bom kiametin, punë të sigurisht nuk janë ashtu e rruta. Punë të sigurisht kryen, ruhen, forcohen dhe nuk flitë për to. Kur keni qenë kryeministër, ka pasur të paktën 2 raste kur ju vendosët tyni me polici për të tyrë barikadat. Ka qenë rasti kur u arrestua dhe i zyrtari rus atëherë në UNMIK, por edhe kur u haqën barikada mbi urën e Ibrit. Shpari, policia e Kosovës, sa kam qenë në qeveri, gjithkohën ka operu në veri. Gjithkohën, natë e ditë 24 orë. Gjithkohën, 24 orë, natë e ditë. Jem le autoblinat e para, jem le armë, ma shumë, pytni, që ju tregojnë. Shtë autoblinat, ala që i shfytëza policia në kush i ka blenë atë kohë. Unë me Rashid Qalin i kem kry shpejt e shpejt. Edhe në Rashid ju tregon sa shpejt i kem kry. Gjithkohën policia e Kosovës i ka kry operacionet e veta në veri, në koordinim me aleatet tonë. Për këto operacionet dihet që në konë qasmaja, që në konë si fushbeteja, si lufta. E për këto dihet. A ka pas ndonjëherë ndonjë stop, ndonjë kërkesë që të ndalin operacionet që... Jo, mare, të gjitha na i ka ndihmu Amerika. Të gjitha na i ndihmon edhe sot Amerika. Pa Amerike, na sot personeli janë që më i rrinë veri. Të në palava që më flashin ta. Kjo është idiotësi të lutna. Kjo është shani ma i ullë që më e bën një shef shteti. Me thonë vëhët Amerika më të bërë rende ligjë. Amerika i qiti ata, romonte ata, e u lëndu në atë këforit e t'i pështoj policinë. Ju kanë amputu kompë njerëzve. Po Amerika i qiti. Komandanti Amerikanë tha aty në juni këfarit, aty një tha këto, për para. E ja pështoj policinë, veti ja është kështu, veti policinë, veti qfezen, veti kondoni. Qështë i pështoj policinë dhe kusht i pështoj? Për aty në protestusve, dhonëshëm që shurmon këforin. Edhe që pat lëndum, edhe ka njerëz që ju kanë hupë kombe dur të tyre. Amerika i ka bo ato shene. Kjo është i paftyrë shumë një lutna. Kjo është njeri i Rusisë e i Serbisë kur fletë kështu. Me thonë të studentëve që une po të me po rende ligjë në veri, e po shta Amerika s'po më danë. Mos po dhja marë. Amerika ta ka mundësu me po atë rende ligjë në veri. A po e te proni Zoti Haradinaj kur po i thoni njeri i Rusisë dhe i Serbisë? Më falni, hajde mërma një njeri kondushti, ma normal, miket dhe e pëtë zotnin dhe rumë, thuj, 2 shene, po t'i pësh, ka një. E para, 24 marsh në atë nënë, mos me vandohë. Ku i shkarta e Kosovës? Mos me pahi Amerika, NATO, mi bombardu Miloševićin. Po kështë e dim se kënë atë kohë, me ditë që ka bo, kurti. Ose nuk i intereson me ditë. Mos me pahi Amerika, unë kom luftu. Mu ka vra lavi parë 97. Mu ka vra lavi 2, pak ditë vrashirimit. 16 prill 99. E unë me ta aty. Për të dytë kërë më vrajëm kënë aty. Gjithë kohë në luft. Mos me pahi Amerika, nuk e dija do t'ish Prishtina, Kosova, shka. Kjo është idiot që fletë kështu. Falni shpreje, kjo është kundra Zotit me folë kështu. Kjo njeri ka huqë. Mos e pa hy ata. Le povarsin, le veriun që po t'nima me rujtë. 400 kilometra ku fiki. E një fishek se prodhojmë Kosovë. Një fishek se prodhojmë Kosova. Ku mbet fondi i sigurisë për ushtrinë. Që pasi e detyrun alatet, se një hetë i ke jo që bëj, je dini një herë ka kundërshtu fondin për ushtrinë, atë mendimin e Amen Mehaje, Talatve, gjithtjeve, u leju mu bo fondi, ku mbet ai fond?
Ky ka para pa për mbrojtje 1.7%. A NATO po kërkon 4% të GDP-s, ky veç 1.7, ju lutem. Pra këto janë realitetet të thush që Amerika s'po me bërë rëndëlish në veri, është rani.